MMA zbarkonte shtëpia e bardhë. Trump organizon një event spektakolar për 80 vjetorin e tij. Një event spektakolar i arteve marciale të përzierë pritet zhvillohet jashtë shtëpisë së bardhë, duke realizuar një nga idetë më të pazakonta të Donald Trumpit, i njohur prej vitesh si fansi i madh i MMA. Ngjarja është planifikuar për më 14 qershor, datë që përkon me 250 vjetorin e Flag Day, por dhe 80 vjetorin e lindjes së Trump. Sipas mediave amerikane, në lëndinën jugore së shtëpisë së bardhë, ka nisur përgatitjet për ndërtimin e një arene të përkohshme me kapacitet rreth 5.000 spektatorë. Projekti parashikon një qafas 8 këndësh tipik për MMA, skena me motive patriotike amerikane, ekrane gjigande dhe hapësira për performanca muzikore. Ideja për organizimin e një eventi të tillë u hodh fillimisht nga Trump gjatë një fjalimi në Idaho vitin e kaluar, kur ai përshkroi një ndeshje MMA në ambientet e shtëpisë së bardhë si diçka madhështore. Sipas raportimeve, dueli kryesor i mbrëmjes pritet të jetë për titullin e peshave të lehta mes Ilia Topuria dhe Justin Gaethje. Ndërkohë, një tjetër përplasje e rëndësishme parashikohet mes Alex Pereira dhe Cyril Gane për titullin e përkohshëm për peshat e rënda. Trump konsiderohet prej kohësh një mbështetës i madh i botës së MMA dhe ka marrë pjesë shpesh në evente të rëndësishme si Ultimate Fighting Championship.